Një numër në rritje i qyteteve kineze po kalojnë për të integruar të ashtu quajturën inteligjencën e mishëruar në programet e tyre të inkubacionit industrial, duke synuar ta vënë në përdorim këtë teknologji të përparuar në një gamë të gjerë skenerësh, nga prodhimi i automobilave deri te mjedisin e përditshme të jetesës. Inteligjencën e mishëruar quhet integrimi i inteligjencës artificiale në entitete fizike siç janë robotët humanoid, duke u mundësuar tyre të ndjejnë, të mësojnë dhe të ndërveprojnë me mjedisin e tyre. Telefonat celular me teknologjinë AI, kompjuterat e drejtuar nga AI-ja dhe robotët inteligjent janë shembuj kryesor të pajisjeve të inteligjencës mishëruar. Të dhënat zyrtare tregojnë që më shumë se 20 qytete në Kinë kanë publikuar tani plane për të përshpejtuar zhvillimi e inteligjencës mishëruar, me Pekini, Shenzheni, Shanghai dhe Hangzhou, në balë të përpjekjeve me epërsitë e tyre teknologjike dhe industriale. Investimi në rritje në teknologji të më të fundit i ka bërë analistët të besojnë se robotika humanoide si një sektor pionier në këtë prirje në zhvillim do të përjetojë zhvillim të shpejtë këtë vit. Megjithatë, ajo pritet të përballet edhe me sfida të shumta teknologjike, vuri në dykje një analist. Kohet e fundit për herë të parë, Shenzheni vendosi robot humanoid në fabrikat e automjeteve me energji të re, ku ata punuan së bashku me njerëzit për të montuar pjesë të automjeteve dhe për të kryer kontrollin e cilësisë së automjeteve. Guangzhou, Chengdu dhe Suzhou e kanë përfshirë inteligjencën e mishëruar në planet e tyre të inkubacionit për industritë pioniere, strategjike dhe industritë e ardhshme. Zhvillimi i shpejtë i robotëve humanoid dhe inteligjencës së mishëruar në Kinë bën nxit një zgjerim të konsiderueshëm të tregut, teksa këto makina të teknologjisë së lartë vazhdojnë të tërheqin vëmendjen në rritje dhe duken të afta për një garmë funksionesh gjysmë e më të gjerë. Kina ka pasur një rritje të konsiderueshme në prodhimin e robotëve humanoid, me përmasat e këtij tregu që arrinin $370 milion vjet. Sipas parashikimeve, tregu pritet të arrijë në nivelin e trilion yuanëve deri në 2030, duke shënuar një hap të rëndësishëm në këtë industri.